një pyetje jeni përgjigjur në platformë. Kështu që më përpitëm 2 nga ato të fëmijat, është fakti në lidhje me element të dosjeve hetimore që qarkullojnë shpeshherë nëpër media. Pra le të themi dalin nga ajo, po e quajmë sekreti hetimor, megjithëse sipas ligjit ka variacione të ndryshme. Ju vetë çfarë vizioni keni për këtë pjesë, për të adresuar këtë fenomen? Po, faleminderit. Është një pyetje e drejtë, për cilën unë mendoj që nëse do ta vesh para përgjegjësinë prokurorin e çështjes dhe hetuesin që heton atë çështje, asnjë nga informacionet nuk mund dalë. Dhe për cilën mund të jetë një nga pikat më kryesore. Nëse del informacioni, del vetëm nga prokurori dhe hetuesi. Por në shumë raste ka pasur që edhe këto informacionet kanë dalë kur prokurori është drejtuar gjykatës për kërkesat për saktim masë sigurimit dhe kanë ra domosdoshmërisht në duart e palëve dhe pastaj kanë filluar media i kanë interpretuar. Por në fazën e hetimeve paraprake mendoj që nuk ka pasur raste shqetësuese. Dhe fundit, nisur nga përvoja dhe rreth problematike ku keni shërbyer, sa ndikim kjo ka pasur në cilësinë e jetës tuaj private dhe të familjarëve tuaj? Nëse do doni të shprehni se pyetja është dhe personale. Po, ndikim ka pas, sepse në çdo kohë duke u ruajtur nga kontaktet, nga placa që mund të krijohen edhe grupet kriminale, jam munduar që t'i shmangun çdo lloj kontakti. Normalisht nuk kemi bërë një jetë të lirë, por unë vetveten ku nuk kam shkel asnjëherë parimet e mia, kam qenë një i lirë në të sa i përket ushtrimit detyrës. Po, do t'i hoda. Nderuar zënje kryetare. Prokuror, në parashtrimin që ju i bët platformës, nënvizua se një nga 4 shtyllat kryesore që mbi cilat do të bazohet ndërmarrja juaj si drejtues nëse do merrni besimin e Këshillit, do të jetë rritja e besimit të publikut tek struktura dhe tek drejtësia. Unë këtë pyetje kam bërë edhe 2 kolegëve para. Aktualisht kjo strukturë SPAK-u ka një nivel të mirë, të kënaqshëm, po themi, është nga institucionet që ka besimin më të lartë publikut. Edhe si thua e artikuluar edhe në përqindje, po themi, sipas macëve. Në këto 3 vite që do vijojnë, nëse ju do t'jeni drejtues, si e shikoni këtë element? Do t'jetë në këto nivele? Do të rritet kjo përqindje? Se nuk dua ta them apo do ulet. Faleminderit. Unë mendoj që rritja e besimit të publikut do të rritet më tepër. Gjithashtu ne kemi një zyre për koordinimin e për mediat, për e cilat do të jenë në kontakt të herpashershme me gazetarët edhe me publikun. Nëse unë do të jem drejtuesi i SPAK-ut, mendoj se nuk do të shihni shpesh nëpër televizione për të paraqitur sukseset ose arritjet e SPAK-ut, sepse e vërteta është që çdo prokuror aty punon dhe merita është e gjithë secilit nga atyre që punojnë aty. E mendoj që rritja e besimit të publikut do të vijë nëpërmjet koordinatorëve të medias dhe punës të çdo prokurori duke i dhënë meritat e çdo prokurorit i cili ka arrit suksesin. Nëse shoh nuk është që kanë pyetje të tjera, zoti Gugaj, faleminderit për prezencën dhe për parashtrimet. Faleminderit. Jeni i lirë të shkoni. Faleminderit. Suksese.